Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zveçla është ndalur dhe ka fotografuar një qytetar që kishte të vendosur një simbol të LDK-s. Kjo nuk lejohet. LDK te shkolla nuk lejohet. Rreth shkollës nuk lejohet, i tha Zveçla. Ti me më fotografu nuk lejohet, ministër duhesh me i ditë ligjet më i mirë, shihemi në gjykatë Xhelal ja ktheu ai. Më pas, Zveçla e fotografoi dhe u largua. Zveçla ka reaguar në Facebook pak më parë. Institucionalisti në shkelje të ligjit për zgjedhjet para qendrës së votimit me simbol partjak, panik, ka shkruar ndër të tjera ai në këtë reagim. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shkuar në Mitrovicën e Jugut. Paraprakisht ai kishte qëndruar në Prishtinë, fushë Kosovë dhe në Bushtri, ashtu si në qytetet e tjera. Kurti kishte planifikuar të takonte strukturat e partisë në një nga kafeteritë në lagjen Tavnik. Pronari lokalit Arizon Haziri kishte vendosur ta mbyllte lokalin para se Kurti të shkonte, shkruan atë dy CNN. Sipas tij, në lokal kishte mbështetës të Partisë Demokratike dhe kishte rrezik që situata të eskalonte. Për shkak të telasheve të vazhdueshme nga të dyja palët, kemi vendosur ta mbyllim kafeterinë, pasi është rrezikuar siguria e qytetarëve dhe imja personale. Provokimet do t'i lëm anash sepse siguria është prioritet. Besoj që secili duhet të jetë qoftë për një moment në lëkurën time, vetëm atëherë do ta kuptoj çfarë po kaloj, shkruan Haziri në rrjetet sociale. Kurti gjithsesi ka zgjedhur të shkojë në një tjetër kafeteri, ku ka takuar kandidatin për kryetar të partisë së tij, Faton Peci. I pyetur nga gazetarët për qëllimin e vizitës, Kurti nuk ka dhënë një përgjigje. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka reaguar në lidhje me procesin e votimit në Junik. Haradinaj tha se nga të dhënat nga shtabi në Junik tregojnë se shumë persona po marrin pjesë në procesin e votimit në Junik pa qenë banor të kësaj komune. Kujtojmë se një veprim i tillë përbën shkelje të ligjit dhe çdo rast i tillë do t'i përcjellet institucioneve përkatëse, përfshirë prokurorin për hetim dhe veprim, ku do të bëjmë padi për secilin person veç e veç. Ftojmë të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat dhe të kontribuojnë në një proces zgjedhor të drejtë, transparent dhe në përputhje me ligjin. Në vijim, postimi i tij plot. Të dhënat tona nga shtabi në Junik tregojnë se shumë persona po marrin pjesë në procesin e votimit në Junik pa qenë banor të kësaj komune. Kujtojmë se një veprim i tillë përbën shkelje të ligjit dhe çdo rast i tillë do t'i përcjellet institucioneve përkatëse, përfshirë prokurorin për hetim dhe veprim, ku do të bëjmë padi për secilin person veç e veç. Ftojmë të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat dhe kontribuojnë në një proces zgjedhor të drejtë, transparent dhe në përputhje me ligjin, ka shkruar Haradinaj në këtë reagim.